Se është proteste Partisë Demokratike, mua më gjeti, mua më thaj. Ore, unë kisha kisha festa se bëra festën e synit liku të çunit, unë kisha shumë njerëz ta më burr, po të ketë partia politike më pak se sa festa e synit liku të Si e shpjegonte, sepse ne gjithë e dimë që Partia Demokratike kur vjen puna nuk ka qenë kur një parti e mirëfillt. Ka qenë gjithmonë një lëvizje deri diku rrëmuj, kaotike, elektorale. Ka qenë sepse ka pas frym ama, sigurisht, tash s'ka më. Ka pas frym sepse ka pas një iluzion që e para do ketë, po themi garë dhe ambicjet dhe përpjekjet për të avancuar në karrierë mbajnë një parti në konkurrencë dhe mbajnë të gjallë. Tani kanë rënë gjithë iluzionet. Ka rënë iluzioni tjetër që Sali Berisha mund fitoj. Ju e mbani mend që ju mund ju dukej, po themi, e pavërtet, siç e kam thënë edhe unë nga shtatori i 2021-shit mars 2022. Po shumë njerëz e besuajnë Sali Berisha do të trishte zvarret i Ramës, do ta mundte për 6 muaj. Ishte ngritur kjo që është i fortë, mund. Ndërkohë që vetëm e fortë që tregoi Berisha është që goditi me kokë dashje Selinën PD-s, po pse nuk e gjuan kryeministrin? Se ka dhe një tjetër, këtu regjim është Edi Rama, apo ja? Po, kështu do të thotë. Por pse nuk përjashton në një nga PSE-ja ky, po ulet, se tek unë thot i vetë përjashtuar. Tek këto zonjat i ka përjashtuar. Po nga PSE-ja pse nuk përjashton në një? Ulet me Damian Gjiknurin për shembull. Po si ulesh me Damian Gjiknurin ti, Damian Tërmedin? Thot. Po pse ulesh? Pse ulesh ti? E ke parë që dalin bashkë tani takimet që kanë njerëz, janë këto takimet që dalin Komisioni i Reformës Territoriale bashkë. Pse dal bashkë me Ramën? Të dy atje, e di çai apo jo? Çai imazhe. Që këta tani e kanë mbyll prapë reformën territoriale dhe zgjedhore dhe po dalin bashkë aty si ju ka dalë dhe turpi. Se kanë kuptuar njerëzit, perceptimi i publikut është që kemi një regjim Rama Berisha. Po, ka një regjim, po është regjim Rama Berisha, që është regjim i kontrollit institucional, i kontrollit financiar, i kontrollit të burimeve natyrore të këtij vendi, që ndahet me përqindje të caktuara. Nuk e di kush përfiton shumë financiarisht, politikisht jam i qartë që fiton Rama, se Rama është kryeministër. Financiarisht, pasaj nuk e di se kush është më i fituari. Ta tash, unë kër e shok të Shqupin, sot e shok them nesë nuk do jetë rrezik. Ore, unë isha gati që gjatë fushatës, në garë, po ja u them dhe edhe tani, po duhet e kisha them pak më përpara, sepse me çdo njeri, duhet i bësh një analizë psikologjike, dhe duhet të japësh atë që kërkon. Unë duhet e kisha thënë që në takimet e para, që Selin e sotme të Partisë Demokratike, bashkë me Godinën edhe bashkë me Truallin, atë që njësi ish Shqupi, nëse zgjidhesha kryetari i Partisë Demokratike, të drejtën për të firmos, për të ndërtuar kulla, do ja lija zotit Berisha. Këtu do isha ngarë, ishte e sigurt. Këtu do ishte sigur që do ishte ngarë? Po duhet e kisha thënë më përpara këtë se u përpoqa për dënë argumenta si ta bëjmë Partinë Demokratike fituese, ndërkohë që unë duhet kisha thënë këtë gjë. Edhe ka gjasa që të jetë një nga arsyet kryesore kjo, që pse të kemi kandidat në tani aty, të kemi të na thonë prapë. Do themi të shohim në një kull dhe të shuvi. Edhe jo vetëm kjo, po nuk e di, do jem kurios të pres se si do të mbrojnë drejtues të tjerë të caktuar që është shumë e rëndësishme që të ketë renovim, të ketë zhvillim. Ne do flasim pak për të, por një gjë duhet t'ju pyes pasi ishte një moment ku pash retorika juaj me Berishën dhe me kaloi një limit që nuk ishte parë më përpara, kur Berisha ju akuzoi se ju keni lidhje me kriminele apo me persona sot që janë kërkim për aktivitet të rënd kriminal si Ergus Agasi. Ju kaluat me njerë në akuzën tjetër të rënd, kur e tha që Sali Berisha ka nevojë për kontroll psikiatrik. Ishte retorik? Janë përpjek, jo është reale. Shiko, akuzat këtyre për masave, të ky janë të njohura, dhe mund të zgjedhësh ti qesher akzosh, por nga në tjetër do të njerë të çfarë problem ka. Sali Berisha nuk e përmend Ergus Agasin, dhe nuk e ka përmendur deri në momentin që u arrestua. Kur arrestohet këta të qesin pasaj, se nuk ka në një kështu, po deri në atë moment, linja ka qenë që nuk prekej. Edhe sot, nuk e përmendur. Ishte urdhën PD që mos flite për ta? A i keni pari u të flite deri në atë moment. Nga ana tjetër, shikojnë edhe sot. E përmend se sot, pse e përmend sot? Se flitet që nuk ka më lidhje me Edi Ramën. Është kot. Dhe ky kur mbaron punë, njihet që i lanë duart. Po një gjë është e dukshme tani. E përmend Ergus Agasin, por nuk e përmend që është, po themi, njeriu i klanit Troplinëve, apo ja. Keni parë ta përmend?
Nuk i përmend as kullat atje në Durrës, të atyre që morën stadiumin, nuk i përmend as ata. Nuk e përmend Ermal Beqirin që bën këtë të dosje akshit, është dosje blemeria ajo. Se unë e them këto, por si kam lidhje me këta, unë kur unë e them. Dhe nuk thot një gjë që ai e di, me qenë se thot biseda andaj këte. Se e di njerëz shumë afër këtij. Që ky zotria ka qenë një prej njerëzve, ky Agasi, që ka influencuar që unë të shkoj në Burg, te një prej gjyqtarëve të paktën. Pra ka qenë kontakti i këtij një prej gjyqtarëve. Se kështu është ky vend me kontakte të kësaj kategorie. Dhe nga ana tjetër, Ftuke te drejtësia me thënë vërtetën, për fat keq tani besoj të gjithë. Nga ana tjetër, ky zotria nuk ju kontestoj dot bën opozitë selektive. Se Sali Berisha të dali të mbroj Fatmir Xhafën, siç bëri para një javë, është e pamendueshme. Se thonë njerëz dore që këta lidhen se lidhen nga Partia e Punës. Dakord, mos e këta të Partisë e Punës e mbën njëri tjetrin, por nga ana tjetër ka ca biznese të tjera, se nuk përmendën atë biznesmenin, u doq pallati aty tek Ardesi, Liloja. Ai po shkatron. Po merr. Po shikojeni linjën editoriale të këtyre që janë të lidhura me Berishën dhe e kupton qartësisht çfarë lidhje ka. Pra pse nuk e përmend? Pra ky përmend vetëm opozitë selektive, njerëz të cilët nuk i duhen më për gjë, që kanë marrë fund. Nuk i përmend, e dinin të gjithë për këtë Agasin, influencën që kishte në qeverisje. Bën ndonjë përpjekje këta? E dini ju që në komisionin e timor për Timsin, unë kam prodhuar një dokument që mendoj është një nga dokumentet më të mirë që ka prodhuar një komision e timor, dhe sot e kësaj dite nuk ka shkuar spak pasi unë në Iramburg, dhe nuk e ka përmend asnjëherë Sali Berisha, sepse aty është Ermal Beqiri, është Ergys Agasi, dhe janë të gjithë njerëzit e lidhur me ta, të cilët kanë shkatruar dhe kanë marrë të gjithë dhënat e sistemit Tims dhe sipas dëshmisë me dyert mbyllura të njërit prej drejtorëve në policinë e shtetit, është përdorur dhe është ndryrë në sistemin Tims për të favorizuar grupe caktuara kriminale, që e shpjegoi ai çka kishte ndodhur. Pavarësisht se pasaporta skanohen në kufi, tha ai kur kalon